Pas kontrolleve në sektorët e ndërtimit, turizmit dhe hidrokarbureve, tashmë do të jetë sektori mjekësor dhe shërbimet estetike, ato që do të futen në lupën e tatimeve. Lajmin e bëjnë të ditur Ministria e Financave dhe Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve. Hapi i radhës do të jetë edhe kontrolli i sektorit mjekësor, por edhe atij të kujdesit personal dhe estetik. Është një sektor të cilin ne e kemi identifikuar me risk të lartë dhe do të jetë objekt i punës së administratës tatimore në muajt në vijim. Në sektorin e shërbimeve mjekësore dhe kujdesit personal është bërë analiza e pagave për rreth 10.000 tatimpagues dhe për rreth 45.000 të punësuar, duke përcaktuar pagat indikative. Në datën 1 prill do të publikohet lista e pagave indikative për këtë sektor, e cila do të pasohet nga njoftime pa për të gjithë tatimpaguesit dhe më pas me kontrolle për ata tatimpagues që nuk reflektojnë. Lufta ndaj informalitetit është pjesë e një fushate të gjerë që prek shumë sektor, të cilët kryejnë evazion dhe në vijimsi rritja e të ardhurave dëshmon se shumë biznese po rregullojnë bilancet. Ne kemi një sistem fiskal që është shumë konkurrues, kemi një administratë që është e angazhuar për të luftuar informalitetin dhe për ta formalizuar ekonominë dhe rezultatet vetë e demonstrojnë këtë gjë, pasi kemi një rritje domethënëse të ardhurave pa rritur barën fiskale apo tatimore për qytetarët shqiptar. Ndërkohë në konferencën e përbashkët, drejtori i doganave Besmir Beja prezantoi rezultatet e disa kontrolleve në sektorin e hidrokarbureve, ku nga data 11 mars janë inspektuar 58 subjekte dhe janë vendosur 112 masa administrative për shkelje të konstatuara.